se si e perceptojmë në termin familje. Nëse ne e kuptojmë termin familje, kur të martohet të ketë shtëpi, dhe me thanë shumë luksoze, mobiljet të ketë modelit më të fundit, ato altanat apo ato zbukurime që do t'i mbaje nusja, të jenë dhe me thanë që aq shumë që s'ka mundësi t'i mbaje nusja, kështu e perceptojmë ne këtë termin familje, atëhere nuk kemi bë asgjë. Nuk duhet ta kuptojmë, dhe me thonë me termin familje, këto gjërat që nuk mund të sjellin pra vlera fetare dhe vlera njerëzore. Sot, me 10.000 njerëz janë vranë në Gaza, po. Gra, burra, fëmijë, familje. Ndoshta nuk e di bash numrin, 70.000, 80.000 folet, po Allahu alem sa më shumë fish është e kjo. Subhanallah, mlodh krejt bota kundër një vendit të vogël me territor. Po. Munduan ta zhdukin këtë vend, ta pastrim etnik, pastrim, dhe me thënë, ti pastrojnë këto besimtarët nga sipërfaqja e tokës, po nuk arritën, subhanallah. E nuk do arrin këtë qëllim. Sepse aty ka nana, baba që e kanë kuptu se si ndërtohet një familje e shëndosh. Subhanallah. I ka vdek asaj nënës që është në Gaza, i kanë vdek 4 fëmijë, thot dilindi edhe 4 tjerë, që të luftojnë për hakun, për të vërtetën, për të ngrit fenë Allahu Gjelle Gjelaluhu, për të ashliru Kudsin. Kështu mendon.